Si shikues të dashur tani sa mërkove me labe. Në fakt kjo storie po bëhet jashtë djenisë së labit. Arsyeja pse? Se labit këto ditë është të ju bo një montim i kamerës më sheft, e këto bashkë me mu është edhe protagonisti i cili do të luaj rolin e atij që do t'ja bëj kamerën e më sheft. Ai përndryshe është Cani, është një këngëtar, po që labi s'është në djeni absolutisht për këto si personalitet. Në fakt unë po du minjerë me kalu të Cani. Cani, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që ke pranu mas pare me kanë pjesë e kësaj kamerët më sheft. Faleminderit dhe juve që ma keni besuar mua që mund të realizoj pra këtë kamerë të fshehtë. Në fakt, sot ditë jeni tu përgatit për me bo këtë kamerë më sheft? Po, ne jemi përgatitur edhe aq shumë, por besoj që çdo gjë do t'jetë origjinale, pra dhe do t'jetë pa përgatitje dhe do të shkojë ashtu si më thon live. Unë besoj që, siç dëgjova që ai askush nuk ka mujtë t'ja realizoj labit një kamerë të fshehtë, kurse unë besoj në vetë që 100% do ta realizoj dhe kjo do t'jetë kënaqësi për mua. Në fakt, labet deri tash askush nuk i ka çu kamerën në msheft, domethënë nuk ka qenë viktime kamerës msheft. Edhe unë e kam frikë shumë këtë pjesë shkaku që masi nuk i ka ndodhur përpara, nuk ka qenë viktim me një fjalë, është pak problem. Do me thonë ti beson vetën që mund është me apo këtë kamerë. Unë pa flas pak gjuhën ulqinak se mos bani kasavet hiç mos bani. Ke 100% e krymë unë, është që nuk do në me ja ba fare ekstrem ashtu që mos fitojnë trauma, par ja bam një model kështu pak më atlet, light pak. Pak më herët na ja shpjegum që është Gjeri, përndryshe drejtoresha, drejtoresha një Senishit i ka bo disa mesazhe, i ka dërgu mesazhe labit se është një gazetar i Malit Zi, cili po do me bu një intervistë me labin. Labi e ka marrë dhe na tregoj, tha që po e pres një gazetar sot, tha, për me bu një intervistë. Edhe në fakt, unë e kuptova një ditë më herët që është ka bëhet kjo kamerë më sheft, edhe thash, jo, nuk ka shansa me ndodhë. Atë nëse labi është asë tipi që i kupton shumë shpejt këto. Edhe bashkë po du me po reagimin e labit. Që ka menon që ka me po reagimin e labit? Unë mendoj që askush nuk mund të jetë i sigurt, pra që nuk mund t'i realizoj një kamerë fshehtë dhe kjo është organizuar më shumë mirë dhe besoj që reagimi i labit nuk di, nuk mund ta di si do t'jetë, por e di që kamera shef 100% do të realizohet. Unë di diçka që unë shumë këmu knaq, nëse labi bëhet viktime kësaj kamerës më sheft, masi nuk i ka ndodhur përpara, po na këto e shumë pak ma vonë, tash të këshyrëm reagimin e labit edhe këtë që ka po ndodhë. Në fakt, para se me shku të labi, më kisha dosh me lëshu edhe një kongë, njërën pej kongëve të Canit, edhe na me shku me abo kamerën e më sheft. A i gati ti? Gati jenë. I gati? Ecim. Gati, shkohëm. Me rishtë një përfundit këto. Unë s'mon 3 pa cigare, pa hajtë. Hajtë të po të trasë, hajtë. Se jemi gjanëm të po të trasë, hajtë. Tesh po të trasë jemi gjanëm, hajtë. Shko? Këtë që ta të fiki këtë. Ta më thëtë gruje me ble tamli. E bëhëm i kalzu se s'ka marrë rokë. Qa mi ba. Shko? Këtë Ariani. Përshëndetje shikues të dashur, pra jemi këtu në plazhin e madh në Ulqin, intervistë me një ndër moderatorët më të njohur nga Kosova, zotri Labinot Gashi. Si jeni? Mirë se keni ardhur dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve, mirë se u gjeta, përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit tuaj, përshëndetje për gjithë shqiptarët kudo që janë në këtë pjesë të Malit Zi. Faleminderit. Ju jeni Labinot Gashi, pra pse jeni kaq i famshëm? Është një pyetje ashtu klasike dhe besoj që për fillim Pyetje e vështirë Zi. Zdi qysh me spjegu dhe me thonë. Ndoshta dashuria e madhe për punën, dashuria, reflektimi jem ndaj shikuesve, kom jap dashuri, ata po më japin dashuri, po mbajnë, kjo ndoshta mundet me konë ajo arsyeja kryesore, sepse nuk me spjegu pse ka që famshëm nuk e di. Unë nuk e di që jam qa që famshëm. Ju jeni famshëm, ne ju njohim pra dhe shikuesit e Malit Zi, shqiptarët pra në Malit Zi, në Kosovë. Ju shpeshherë ne unë kam volontuar pra në për Google, ju shpeshherë keni deklaruar se Radio Televizioni 21 shtëpia juaj e dytë. Po. Pse?
kam deklaruar shpesh herë shtëpia ime e dytë për shkak se thuja që një pjesë të madhe të jetës edhe e kalova bashkë me Radio Televizionin 21, e kalova me stafin e Radio Televizionit 21. Pastaj lidh shumë gjana, ngrohtësia e madhe që kam gjetë, domethënë pikërisht prej stafit, prej udhëhecëve të televizionit që të e marrë parasysh sepse ne të madhe në shtëpi sonë e kemi zonë, Zavend drejtoreshën e kemi prapë zonë, drejtorat, kështu që faktikisht dashuria e madhe që ma kanë jap drejtoreshat, drejtorat, edhe faktikisht unë gjithmonë e kam thonë që shtëpia eme e dytë, për shkak se unë një nanë e kam atje, një nanë e kam në televizion, e kështu që ajo ndoshta e kam deklaruar shpesh herë, e kam thonë shpesh herë se keni shtëpia. përkrahje pra nga televizioni? Përkraja ka ekzistuar qysh prej ditës parë. Qysh prej ditës parë që kam fillu dhe me thonë televizion, përkrajen... Po kënë përkrahni ju në televizor? Kënë se përkrahim ne. Tu ke marrë parasysh të puna e televizionit, me thonë ne si televizion përkrahim shumë kondin. Tu e marrë parasysh të shumica e artistave tuja të rive që kanë dalë në skenë, ku sot e kësaj dite janë emra shumë të mëdhaj, ne prej fillimit karrierës tuja që gjithmonë jemi mundu të jemi afër tyre. Pastaj përkrahim edhe ata njerëz cilët kanë nevojë. Ne kemi njërin ndër emisionet që ka bërë një rrmujë edhe një reputacion edhe një gjë shumë të madhe dhe një bujë shumë të madhe është emisioni Edhe unë jam Kosovë, sepse i qet familjet skavnore ku thuja që janë ndërtu shumë shtëpi, thuja që çdo javë ka bashkëdhetar të cilët i ndihmojnë ato familje. Kështu që televizioni nisën faktikisht ka bërë shumë çka, ka jap shumë çka për ata të cilët kanë pas nevojë edhe cilët ende sot e kësaj dite kanë nevojë. Përpos fëmijëve që kanë shumë nevojë, ju keni edhe miq shumë në estradë. Besoj që estrada nuk ka aq nevojë, por ato kanë nevojë tjetër që të ndihmojnë së bashku pra me ju si televizor këtyre ngjarjeve, dhe cila ish pse keni aq afërsi me estradën? Cili është qëllimi? Faktikisht domethënë nuk është vetëm estrada, faktikisht domethënë unë... Aman falë një sekundë se... sa i grus. Allo? Të shpat... Hajt fike. E ke gruja. Gratë, ti si e i mërtumë, ne? Ja. E i shkret janë. E këput, këto e këput, e? Po, hajta një sanin. Amon se... Më falë, Jo, ishë më sanin. Ishim ke estrada? Po. Faktikisht nuk është vetëm estradat e cilat thuja që unë i kam raportet e mira. Unë i kam raportet me secilin person, secilin njeri, qoftë edhe politikan, edhe qoftë edhe biznesmen, qoftë edhe aktor, qoftë edhe sportist. Me secilin për tyre kam raportet mira. Ndështë është kjo tradita familjare, edukata familjare, për shkak se gjithmonë ka ekzistu ajo dashuria, domethënë edhe ngrohtësia në familje, ku kemi ditë me pritë dhe me përcjell atë musafir i cili ka ardhur. Ajo është traditë familjare kur ende... Kënë ma shumë me përcjellni nga estrada? Kënë ju favorizoni ma shumë? E favorizojmë gjithë njëjtë. Dikën ma shumë ti të pak, ka dikush? Nuk i kemi dvequme me thonë këta apo këta. Secili ai që punon, secili që ka projektin. Na dim si ishtë gazetarie, ju penga Berseni, ti kënë ma shumë e përkrahni. Unë thash njëjtë e përkrahim edhe ata cili sot ka bërë një këngë, edhe vjen e sjell atë videoklip, e përkrahim, por e përkrahim edhe ata cilin me vite në skenë. Nuk kemi dikon që e veçojnë me thonë këta. Nga kemi ndëgjuar pra të nuk di sa ishe vërtet, sa ishtë që ju keni një lidhje pra me një këngëtare nga Amerika. Sa ishte vërtet kjo? Jo. O shumë në ju? Jo. O ban halave? Jo, sa shkërgjo. Ju i nep një rëndësi shumë veshjesh, se na shqiptarët jenë mësu konservativ, përpara kanë vesh këmisha, kravata, sakoja, boj hinta, boj kafe, ju keni ndru stilin, pra jeni atë të parë që keni ndru stilin, keni bu diçka tre, pra një kodeks tri, pra në gazetarin dhe moderimit për post Shqipnisë, ata e kanë marrë për italianëve ka herë, kurse na që këna qenë diktaturë me Jugoslavin, na ma voni këna ba. Cili është veshje juajt? Pse visheni ashtu? Cili është stil? Pse nina mirë, nina rahat, nuk është problemi, ndoshta që unë
kam nuk ka qenë me qëllim që me Jo, nuk kam prej fillimit, domethënë, të jap që prej fëmirisë jam mësuar, domethënë gjithmonë me mu vesh ma ndryshe, mu vesh me gjana ma interesante, kombinimin e ngjyrave, gjanat që jo pak më të veçanta i kam dash, kështu që nuk ka qenë domethënë që okej, po veshna për me ranë sy, apo po du me ndru në diçka se krytere, jo, ajo ka qenë domethënë prej natyrës ka arë, prej momentit ka arë, se jo, diçka prej fillimit thuja që ju e dini që jeni i famshëm. Dhe shumica disa kontakte thonë që ju lavdrohen. Cili është poenta e një gazetari kur është i famshëm të lavdrohet? Faktikisht domethënë jo, zakonisht na periudhën e luftës e kemi përjetuar. Edhe thonë çka ka lidhje me lavdrim? Një fjalë popullit thonë të na. Po se lavdove vetëm tu kall shtëpia. Një herë mu ka kall, kështu që për dytën herë s'po du mu kall, pe lavdoj edhe vetë. Ti po vështim, mu lavdru, duhet me qenë modest. Për shembull, gazetarët e famshëm në Shqipëri ata nuk lavdrohen. Nuk e di për kënd e ki fjallë në Shqipëri që nuk lavdohen. Për shembull, të të njoftun. Kush cilë nuk lavdohet? Pa të shumë. Cilë se lavdon vetën? Kur ti marrë atë intervjisi, vesh ata. Për cilë se lavdon vetën? Jo, faktikisht dhe me thonë nuk është lavdat, lavdata vjen për tjerve. Për tjerve. Unë nuk jam mësu, nuk e di... Kur nuk lavdroni? Shikus të mi dhe me thonë faktikisht e din që kur nuk kom ditë me thonë unë jam maj miri. Unë nuk e thamë këta. Po pëse në për Google kur e kërkajmë thënë lavdrohet? S'kena thënë në qenë ka qukry? Lavi lavdrohet apo thënë ka qukry ndoshta për punën e vetë që e ka bo. Për punën që kam sjellë, se jo, për vetë vetën kështu jo, për punën po. Për punën muj më lavdu, po, se kam bo. Pra, në kalumur një ke pas flokë si Eminemi. Të shë ke nru stilin, të shë ke si të thinjoja. Kush ti ka thinë flokë? Janë thinë vetë jut? A ish puna moderimit, nërimit stilit? Faktikisht dhe me thonë... A të ka thinë politika? Jo, gjenët familjare. Gjenë familjar, për shkak se ne zakonisht në familje jemi thim komplet. E kështu që jo, ajo s'ka të lidhe të bëj as me politikën, as me televizionin, as me kurgjo, as me labin, jo, është gjenë familjar që da ka artë. Okej, përkalon pak që në tema mashtu, matrive, se jemi të në plashë dhe... Po, në plashë jemi, vera është samër. Pa, duhet me bashtu pak pyetje dhe provokuse, ti nuk idhnohesh. Jo. Unë shtu dukem, unë në televizor nacional jemi shumë seriosë. Me qenë se jemi këtu në plashë, a keni bërë dhe një dashurim në plashë? A ma më kërzu drejtën? Po. Në plashë tu? O gjë normale. Tu ishte ndalume? Po. Ku më ndalume në plashë? Ja, së është ndalume. Ditën edhe natën, tu ishte ndalume? Ja, së është. Nuk është me rëndësi me bo, po tu që a ki bo dashuri. Dashurin po, se vjen me dashurën e delni për plashë, qovë ditën, qovë natën. Nëse kupto më dashurin, po me nëjë dashuri tjetër. Atë dashurin... Si ka i kokteli, si i kokteli. A dashurin tjetër hajde gëzuar. Gëzuar, për dashurin tjetër hajde gëzuar. Ajo mbetet mes nesh. Nëse ke dëshirë, i pusim ta. Jo, na nuk pusim kur gjohet, jo, mira. Nëse janë pyetje si nuk të konvenojnë. Jo, mira. Lirisht më ka se na... Jo, mas tanim, pa me rak e ki. Ndoshta pak të shpaquditësh pëse janë të pyetje shtu. Disa misjuj, disa gazetar, si njoftun shtu rastësisht, thonë që ju gënjeni shumë. Që ishke punë më guftë? Nësë ata e thojnë ashtu, po e leo për... Unë nuk du mi deklaru me emra vesh? Po e lem që ata kanë thonë, po e lem në ata. Ata kanë thonë, ajo është të... Do me thonë nuk gënjeni? Ajo është të këtë në... Gazetarije se lejone? Nuk e di une. Mendim dikuj tjetër nuk fut në une. Mendimi se cilit është, e drejta e se cilit është. Unë e di se vështiri ke pas, për shemull, ju jeni njoftun dhe, për shemull, unë si gazetar që unë nuk jemi njoftun. Pse ju jeni njoftun, jeni mirë, e unë ja për shemull. Cilish, qëka duhet me ba? Me të njoft njerës? A ka limu ty dikush, a të ka ne dikush mëra pra? Vetë, dashuria. Tanë vetë? Par unë kam dashuri? Dashuria e punës. Dashuria e punës, reflektimi pozitiv i punës, nëse ti don punën, faktikisht suksesi ka me ta. Por unë e du se me njoftën, pse? Po tash qa me vot, ashtë dikuj ja jep zoti, dikuj se jep zoti. Unë e kam dashuri, jo, më su qesh, serios, unë e s'kam vetë muj rok, ti qeshe. është puna televiziv? Po, a di unë se është puna veshki, pse ju jeni njoftën a unë jam?
Aty nuk e di. Dashuri kam unë, punë kam unë, shkollën e kam krytana. Unë se me joftën ti. Unë s'kam dashuri, s'kam punë, Po pse i joftën të diçka ka ma tepër. Ka diçka, çka ka s'di, ato do të më pyet shikus. Jo mu. Shikus po, mu më shikoj njerëz. Por unë dal në televizor një sesi ti tana. Diçka ke bati, diçka ma tepër që i njoftën. E aty s'di. A mos u qesh të shumë. Jo. Nëse do pak buzin pa ndalin fare. Jo. A mos. Kja dhe një pyetje shtu, unë jam pak provokuse. Jo, mos tani. Unë kam qef më bëj njoftën. Po, pa merak. Me të nervozu ty, e? Jo, Ti mos kur nervozo. unë më një. Jo, kur heq mos tani na. Pse thonë se ti je king? Kur si je king? Kinga, disi është kingu, mret. Ka atë shtu, ka atë shlumuna. E shmret ka të pine kush. Unë nuk pe di kush ka thonë. Po, thonë njerëz, unë lexoj në Google, shoh je king, thonë. Unë kingun e majnë mend kingun me ata kështu. S'pas na unë për vete, do më thonë edhe unë... Pagesën e dishtë, s'pa keni pagu? Pagesën më bërë. Më bërë e s'par pagesën. Unë jam shpi teme të që pagesën. Ta pagojnë të televizorit. Lilia, pa mi heqta? Pytje pse i... Këputi ta? Alo? Fjalla... O, kjo s'lesër bin fal. Adriate, gruja për të ratit e la familje. Lesi pa sa i dënë tamlin dënë. Së vetë mu s'ka marro. Edhe më nisë redaktori shkinish, më nisë pije tjenë marrë me bëjë intervjist. Da me mbullu standardet, me pas intervjist të shqip. Qa mi bati Qa me shumë? bo tash? Ba mas pi, ba mu më qëtë pi punës. E qa me bo tash na? Hem se mi famshëm, hem s'kam rock, hem s'kam blok mi blef mi vend. Qa me bo? E ti thonë një king, hajtë të shti. E më ka zë pse, hajtë, se nuk më përgjegje. Gazetet të shti dush mi pryte, që pytesh, gazetari. Problemi maj madhe Ti shkallaj me bati dikën tjetër, mi vetë. A shef kur të vetë dikosh ty? Haj, flit. Unë thash, unë për vete... Mos u kesh, mos u kesh. Jo, Me qenë Prishtinë keshu, ali të shke ardë 0-100, unë jam rritu, mas. Problemi maj madhe është, problemi maj madhe nuk e di ku i ke marrë informacione. Unë i mërë Google mërë burë, ta në botë i mërë, ku i mërë ti informacione? Google i mërë. Në Wikipedia më hi. Pa Wikipedia, unë s'em i registru më, Google i mërë që i thë një king. Zakonisht në Wikipedia, në Google nëse ka shku A Google... ke tjetë të pihin e kuq? Ku ki? Po shpeshere, në zonë teme që asë në shpiteme. Ku ishtesh? Pse se ke shtru të shtepihin? Në qeni asë s'na duhet, plazha është, rëra është... Da me thonë nuk je king, nuk je. Jo, nuk e thonë vetës që jam king. Jem ret, king jem ret. Jo, asë më ret nuk jam, se me konë bret kisha jetu shtjel dhe kisha jetu diku tjetër. Jo, mos tanin. Unë s'kam ma pytje kështu, zdi që me ba ma pytje. Ty Allah qoftë. Faleminderit shumë. Të rogën, kur të më napin rogën. Inshallah sa më shpejt. A je friksu se unë kështu jam qele? Jo, as pak nuk se në Kosovë i keni flok për gjarë. Jo. Unë s'kam, unë kanë ra flok për. I vetëmi friksim është prej ati nalë, se për tokës jo. A i s'ka vakt, a i s'ka vakt. Nuk ka vakt, a i merët me tjetë. Për tokës jo, prej ati nalë. Faleminderit për intervjise. Faleminderit edhe ty, e inshallah sukses e punë të mbatë. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit. Pute kyt. E zhja fshije gjysë, se zvin. Aba fshije. Ta kanë ba kamerën në fshek, marë. Po unë s'kam kamerë fshek, e dinë që unë nuk bi, unë e dita për... Jam në dorë, ka dhe... Pasë lezë shumë në dorë. Allah, palu në zinë, Ani dënaj së dorë, vishpani, a? Vishpani, Vishpani, a? Jo, vishpani. Pat ka ndru, ka morë në gjyrë. Qëta. Kërë të birë kështë në kryu e erën e porë, ka po ka kamerë.